Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar një ngjarje që realisht mua më duket jashtë normave njerëzore. Nuk e di se çfarë do dëgjoj më shumë në këtë televizion kombëtar, një televizion që ka një peshë të rëndësishme në popullin shqiptar, në shoqërinë tonë, në kulturën tonë, domethënë të thuhen ato fjalë kundërdrejt një vajze që nesër gjatë prajmit të komunikohen si fjalë të lidhura me rim, sepse ka dashur të tilla, t'i thot Rogerti, mua më duket çnjerëzore. T'i japësh avantazh një njeriu i cili përdorën gjuhën më të ulët kundërdrejt një vajze 23 vjeçare, kjo është për të ardhur keq dhe më pas produksioni thot pse iritohen publiku, po ku mos iritohen. Rogerti ditën e sotme teksa po gatuante ushqim për veten e tij, po ngacmonte Selinën teksa Selin po vinte në dhomë sepse Rogerti vdes për të marrë vëmendjen e Selinës, vdes për të marrë kohën e Selinës. Rogerti nuk ka pas Selinën loj dhe unë mund të them trosh që kryefjala e këtij Big Brotherit është Selin Bollati. Rogerti që ta acaroj Selinën, që të marrë vëmendjen e Selinës, që të marrë kohën e Selinës, që të marrë momentin e Selinës, Rogerti ofendon Selinën me një fjalë: "Oj Selin, a e ke djathin në vrim?" Një fjalë që është e turpshme realisht, edhe për ta dëgjuar e lëre më për ta thënë një burr 40 vjeç. Çfarë nën kupton kjo? Kjo nën kupton, ju e dini shumë bukur. Dhe tani produksioni, nga që e ka banor banor support Rogertin, e ka banor të suportuar, nuk reagon në asnjë mënyrë. Unë nuk e kuptoj dhe sa duhet të toleron produksioni që Rogerti të bën vepra të këtilla. Normalisht në këtë ofendim nuk do qëndronin pa komentuar dhe familjarët e Selinës. Unë do të lexoj tani se çfarë ato kanë thënë për këtë fjalë të turpshme që sot ka bërë xhiro në rrjetet sociale dhe akoma Zarfi Zi nuk mbri në shtëpi. Dhe unë këtë sapo e komentova mbrëm, që thash, pa marrë parasysh se çfarë të ndodh, vllau i madh nuk e prishën këtë televotim sepse ka në interes njërin nga Stenaldo dhe Mateo që është Stenaldo, do ta nxjerr nga shtëpia. Familjarët e Selin Bollatit thonë kështu: "Liria e shprehjes nuk duhet të kalojë në mungesë respekti. Argëtimi nuk justifikon uljen e nivelit të komunikimit, sidomos kur bëhet fjalë për një platformë publike që ndiqet nga mijëra dhe çdo njerëz, çdo ditë. Fjalët kanë peshë dhe mënyra si komunikojmë reflekton jo vetëm veten tonë, por edhe standardin që vendosim për të tjerët. Reality show mund të jem pasqyra e realitetit, por kjo nuk do të thotë që çdo formë sjellje duhet normalizuar apo promovuar. Respekti, kufit dhe etika duhet të jenë gjithmonë pjesë e çdo bisede, pavarësisht formatit apo situatës, ku duhet të vendoset kufiri mes lirisë së shprehjes dhe përgjegjësisë ndaj publikut." Më thënë, ky është reagimi që në fakt ka ardhur në këtë stad të lojës nga familja e Selin, që edhe unë realisht kërkoj Zarfin e Zi. Mendoj që nuk duhet më toleruar Rogerti që të përdoren fjalë të tilla dhe të luan, sepse ai nesër do ta quan këtë një lojë, të luan me nderin dhe me moralin e një vajze. Morali i një vajze është morali i saj. Selin Bollati është duke u akuzuar jashtëzakonisht fort nga Rogerti me etiketime të ndryshme dhe çuditërisht produksioni e tejkalon këtë gjën. Produksioni e tejkalon sepse ka interesin për ta mbajtur Rogertin brenda shtëpisë. Dua të marr mendimin tuaj, meriton një zarf të zi Rogerti apo jo?